Përshëndetje të gjithëve. Ka receta që nuk janë thjesht ushqim, janë kujtime, janë ndjesi, janë dashuri në çdo kafshim. Sot do ju sjell një pjatë që më ngron zemrën sa herë që e gatuaj. Speca të mbushura me gjizë, vezë dhe erëza aromatike. Le të fillojmë nga puna. Kam përgatitur specat më parë, i kam pastruar nga pjesa fundore dhe i kam bërë gati për të mbushur. Ndërkohë merremi me përgatitjen e mbushjes. Presim në kubik 2 speca të kuq, mundohemi t'i grim sa më hollë. Sigurisht nëse nuk i keni të kuq, mund t'i përdorni speca jeshil. Të gjithë përbërësit do t'i shtojmë në një tas. Po tek i njëjti tas do shtojmë edhe një tuftë të mirë me majdanoz. Mundohemi ta grim sa më hollë majdanozin, që mos na bezdisin. Po në pjesë të vogla, mund të grini 5-6 telpinj hudhër, por unë do t'i shtyp te kjo shtypsja e hudrave. I shtyp edhe më mirë kjo shtypse. Vazhdojmë t'i shtypim radh njëra mbas tjetrës. Hudrat janë pak të mëdha dhe ndaj vetëm një thelpi hudhër merr kjo shtypsja. Shtojmë në tas 600 gram me gjizë, nëse e keni gjizën më të trashë, atëherë mund t'i shtoni dhe 2 lugë kos. I shtojmë 2 vezë për ta lidhur mbushjen. 1 lugë çaj krip nëse gjiza është pa krip, pak piper të zi. Nëse e doni pikante, mund t'i shtoni fara speci djegës. Mbushja tashmë është gati. Fillojmë t'i mbushim specat të gjitha një nga një, duke i shtuar pak vaj specave në momentin që i mbushim. Shumë pak vaj, pasi mbushjes unë nuk i hodha fare vaj. Natyrisht që unë punoj gjithmonë me vaj ulliri. I mbushim mirë. Edhe mund t'i skuqni këto speca, por unë do t'i pjek në tavë. I shtojmë pak vaj ulliri sipër. I lyejmë edhe me furçë që vaji të shpërndahet gjithandej dhe direkt në furrë për 30 minuta në 220 gradë. Vetëm 5 minuta punë kërkon kjo recetë dhe të kënaq me shijen. I vendosim në pjekje dhe i kemi gati. I shtoj edhe pak nga yndyrna e specave, një dekor të thjesht me majdanoz dhe domate pomodorini dhe ja ku e kemi gati. Nëse edhe ju i doni shijet e thjeshta që flasin me zemër, kjo recetë do të bëhet e preferuara juaj për gjatë gjithë verës. Faleminderit që gatuat me mua, deri herën tjetër me dashuri nga kuzhina ime.